Të dashurit e mi këtë gjuma po e filloj me fjalën e Hasan al-Basrit, Allahu e mëshiroft, i cili thot në 90 vende në Kur'an e kam lexu se Allahu Gjalla Shanuhu wa Gjalla Gjalaluhu e ka përcaktu dhe e ka garantu furnizimin, riskun për krijesat e veta. Në 90 vende në Kur'an, Allahu dëshmon se kam garantu furnizimin, riskun, e kam garantu për gjithë krijesat e mia që i kam kriju. Ndërsa, vetëm në një vend, thot e kam lexu në Kur'an që shejtani ju premton fukarallak. Shejtani ju premton fukarallak. Thot subhanallah, njerëzit në veçanti një pjesë e fetareve dyshuan në fjalën e drejtë të Zotit që e ka përmend në 90 vende në Kur'an dhe besuan fjalën e gënjeshtarit më të madh të krijesave, shejtanit, që është përmend vetëm në një herë. Sot njerëzimin më së shumti e frigon vetëm që kjo fjalë. Cila? Shejtani ju premton fukarallak. Njerëzit dojnë mu trishtu. Një pjesë e fetarve humbin gjithë shka, po e humpe edhe gjumon. Edhe gjumon frigohet për fukarallakit. E humpe edhe namazin, frigohet për fukarallakut. E humpe edhe familjen, frigohet për fukarallakut. E humpe miqësien, duke u frigu nga fukarallaku. E humpe shoqërien, e humpe vendlindjen, tretët, asgjësohet, duke ju frigu kësaj fjale që shejtani ju ka premtu fukarallak. Mirë, po problemi shumë i madh është që ne nuk jemi duke e besuan ata shka e ka përmend Zoti në 90 vende në Kur'an që Allahu ju garanton furnizim, ju garanton risk, ju garanton Allahu gjitha krijesave të veta. Andaj kjo gjuma duhet na shërbej neve shtem të imanit në Zotin Dhul Gjelal dhe marrjen e sebejpeve legjitime. Allahu na e përmirësov gjendjen ton, mas pari imanore, e cila nuk është në nivelin e duhur, se për diç të dynjas që Zoti na e ka garantu neve, na jemi duke e mohu dhe nuk jemi në shkallën e duhur imanore të Zotit Gjalla Shanuhu wa Gjalla Gjalaluhu. Të dashurit e mi, kur sprova arrin kulmin e saj, aja është lajmtari për ndihmën dhe lehtësimin. Kur një sprov e arrin kulmin e saj, çdo njërin nga ne edhe jemi të sprovum, po edhe do të sprovohemi, po edhe jemi sprovu më herët, po gjithmonë duhet kuptosh diç. Kur sprova e arrin kulmin e saj, është lajmtari i parë për ndihmën e Zotit Dhul Gjelal. Këtu një pjesë e fetarëve bin nga provimi. Cilët bin? Ata dhe ato që në fund Zoti e kërkon durimin, ai në fund e lëshon frontin. Ai në fund dorëzohet. Pe dini atë shembullin kur ata dy të rinj u shtyshin, bëjshin gara, se cili po e ndin dhimbjen më të madhe, duke ja kafshu njëri tjetrit gishtin. Ai cili bërtet u dorëzu, e fillun duke ja kafshu gishtin njëri tjetrit, e njëri bërtiti, e ky tjetri tha,
pasha Zotin e madhneshëm. Si kur ti mos të bërtitëshe, unë e pata me bërtit. Edhe ti me fitua, unë e me humbën. Amo që hupe ti fitova une. Kështu është edhe sprova. Kur të arrin kulmin e saj, prete fitimin, prete zgjidhjen, prete çështjen. Amo në fund, amo kërkan njerëz që durojnë. Derisa edhe të dërguarit bienin në dëshprime dhe mendojnë se janë përgënjeshtruar. Atyre ju vjen ndihma jonë dhe shpëtojmë këtë duam. Edhe profetët e Zotit e kanë pas një dozë nga një herë. Mirë, po ju ka ardhur ndihma e Zotit xhallashanuhu wa xhallaluhu. Profetin Muhammed alayhi salatu wassalam e etiketuan si far e sosën. Profetin e etiketuan si gënjeshtar. Dhe ju ndal shpallja për disa muaj. E njerëzit të gjithë e vërtetanin, thëshë, s'po ka ma gënjeshtra ky më na treguan. Nuk po ka ma gënjeshtra ky më na treguan. Pse? U harxhuan. Ej madhet Allah dhul gjelal, i vin ajetet kuranore, që nuk të kemi lënë vetëm o Muhammed, ti jenë për krahjen ton dhe ndihmën ton. Ashtë një sprov, shpesh edhe neve na shkon mendja nga njerë, u harrova bendoshta. Sa lutjen, sa sadakën, sa zeqatin, sa vizitat, sa duat që jam t'i bon, sa të mirat, nuk po e marra ta shka jam duke e kërkuan. E shet jetrin, krejt ashtë kundër veprimeve të mija, ashtë duke i bon gjyna Zotit, mirë pa ashtë duke marrën nga të mirat e kësoj dynjaje. Shpesh do thot dëshpromi, Zotit dan me pa të ne, vendos shmërin don me pa të ne, i madhi Zot xhallashanuhu e xhallaluhu, për më na i forcuan imanin ton. Se një ditë do t'jemi dëshmitar të kohës dhe do të themi, ham të qof ty o Zot, që nuk mu ke përgjigj në disa dua të minjat që ti kam shtru, atëherë kam mendu se janë në dobin time, o Zot, madhnia jote, mëshira jote, se si kur të mu kishe përgjigj, ato punë ko kanë konë shkatrimtare për mu, për të ardhmën time, për dynjon time dhe për ahiretin xhenetin tim. Mirë po natyra njerëzore don rahatien, e don qetësien, syni jonë shef diçka themi, e ky atu knaq, kja atu knaqën, vetëm ne jemi të vujtën, syni jonë mendon se të tjerët e kanë jetën super të mirë, vetëm unë e kam probleme, strese, ngarkesa, e telashe. O, mos mendoni kështu. Mos mendoni kështu, se të gjithë ata që janë të pa tyje, janë të thonë, ky ko ka të knaqën. O të se cili që t'ja të regojsh brengat e tua, a i ka më të thonë, po kur gjonë s'ka kanë tua, qka janë të mijat, se cilit ju duken problemet e veta më të mdhaja. Për këtë, shumë dorem edhe menaxhim të mirë të çdo situatës që neve na ka plan. Të dashurit e mi, morali një gjë që ne gjithmonë e promovojmë, edhe s'ka njeri që nuk dëshiron me u mishru me tipare morale, njerëzore, fetare, kombëtare, familjare. Çdo njeri dëshiron të etiketoj veten, fëmijët, familjen dhe shoqërinë. Është i vetmi morali, është i vetmi specializim i cili nuk mësohet në universitete. I vetmi që nuk mësohet në për universitete mund të kenë sukses në të fëmija në rrugë e të ngel lektori në universitet. E shohmi një fëmijë në rrugë, po është i moral, shumë është i sjellë, shumë aja është ka kaluan,
a në qëtë pikë mundët me ngel rektori në universitet. Dhe zatën jemi dëshmitar të kësaj kohe që jemi duke jetu të dashurit e me. Sët, një pjesë e intelektualve që kanë këtë mahallën e epërm me kilogram, nuk janë duke ju mungu njohurit për jetën, për shkencën, nuk janë duke ju mungu. Ashtë duke ju mungu kjo që nuk mësohet në universitete. Morali, kjo mësohet në familje, kjo mësohet nga prindrit, kjo mësohet nga fëmijëria, dhe këtë ne duhet ta kultivojmë. Me të madhe ne duhet ta kultivojmë çështjen e moralit, se këto shpëtojnë edhe triumfojnë edhe fëmijët në për rrugë, e dështojnë edhe rektorët e profesorët në për universitete. E treta me radhë, dashurit e mi, largimi i trupit nuk do të thotë zhdukje e shpirtit. Shpesh na nuk shihemi, nuk takohemi fizikisht me njëri tjetrin, mujna edhe me antarët familjes, mundemi edhe me miqësi të shumt, mos me u takuan fizikisht. Mirë po, nuk do në të thëtë që jemi zhduk shpirtërisht. Shpirtërisht, emocionalisht, jemi shumë të lidhun. Jemi shumë të lidhur shpirtërisht. Zbehen kujtimet e gjeneratave dhe përjetësohet kujtimi i njeriut. Shpesh nuk kemi taku njerin ndoshta me vite. Për shkak të punës, për shkak të angazhimeve, për shkak të gurbetit, për shkak të jetesës me një vend tjetër, transferimeve do të ndryshme. Mirë po kujtimet, njerëzillakun, shoqërinë e mirë, moralin e mirë, sjelljen e mirë, fjalët e mira, nuk i kemi zhduk nga shpirtrat e tonë, asnjëherë nuk i kemi zhdukën. Dhe kjo është gjëja më e bukur, dashurit e me, ndoshta ki një njeri që nuk e ke taku me vite, fizikisht se ke po, ama shpirtërisht, kur nuk je shkëput nga aj apo nga ajo. Dini ynë islam e kërkon këtë, që ne shpirtërisht mos me u largu, mos me uftof me njëri tjetrin. Sot jemi dëshmitar të kohës që shumë njerëz janë afër fizikisht, po janë shumë larg shpirtërisht. Janë afër me banim, po shumë janë larg shpirtërisht dhe emocionalisht. Janë shumë afër me njëri tjetrin si kolegë të punës, si nzyra apo diç ngjajshme, mirë po janë shumë larg shpirtërisht. Shumë larg janë shpirtërisht. Kjo është defekt i kohës sonë, të tashme që jemi duke jetuar. Andaj Islami e kërkon shpirtërorën me qenë afër, edhe nëse fizikisht nuk jemi ku me ditë sa afër. Ne kemi vëllezër, kemi familjar, kemi shok, kemi motra, kemi miqësi që janë larg. Një mena merr malli për t'i taku fizikisht. Ama jemi shumë afër, shpirtërisht jemi me ta. Kjo gjëna e bën jetën shumë të lumtur, shumë komode. Shpirtërisht jemi me ta, do thot afër. Dhe lutemi edhe në distancë, lutemi edhe në mungesë, që Zoti ata mi rujt, mi dhon mirësi, mbarësi dhe çdo gjë të mirë dhe me vlerë të kësaj bote dhe të botës tjetër. E katërta me radhë, dashurit e mi, regjimet të cilat sundojnë botën islame shpresojnë që muslimanët të zhytën në fetfat e bajtjes, në fetfa që kanë mesazhe shumë të olta, me fetfa dhe me mësime që kanë mesazhe shumë të dobta, shumë afat shkurte, me gjëra, fetfa dhe mësime
që nuk na japin një progres për jetën tonë se si me e vazhduan, mirë po armiqt dhe regjimet në botën islame dëshirojnë dhe shpresojnë të prodhojnë dhe të edukojnë dhe të formojnë musliman që zhytën në fetfat bartis mjekrës. A me lëshu 2 gishta, 3 gishta, a është kjo i musliman, a sa është musliman që e këse ka lëshua, gjërat në gjajshme, knoqën ata. Knoqën. Me që si sene du të më marë muslimanët. Gabim i math. Ata dëshirojnë që muslimanët të mirën vetëm me dispozita të abdesit. Qka e prishe, qka e nreq abdesin? I keni vrejt qysh janë hipnotizu një pjesë e besimtarve sot? Hoqë feni mos na kalza shumë largë, bës shka shumë largë. Kalzana qysh nreqet abdesi, qysh prishet abdesi, që të janë për neve. O, musliman, ngret në nivelin, dilin klasën e 2 pak. Edhe këto janë bazë që na vdohet. Mirë po, njerëzit do thot kanë shku edhe zbulime po bojnë nga më të ndryshmet. Ne dëshirojmë që muslimanët me ngrit në këtë nivel. Në këtë nivel do të dëshirojmë ngritën muslimanët. Këta në mënyrë që njerëzit të mos vën re fesadin, zullumin që ka rënë bita. Zullum të këmadh kanë bisu për muslimanët sot. Nuk flasin për këta. Pra pa mbeturit madhe kanë muslimanët nivelin intelektual dhe ekonomik. Ama jo s'dojni më marrë me këta. Tjetër kush mirë do thot me ta. Me këta qështje. Jo mirë me qëtë dyja. Kur nreshet abdesi, kur prishet abdesi. Mirë jo me qëtë. Sa du të me posën pantollat e gata, a mi u shku zhaga për mi zëga nër zëga, mirë do thot ju me qëtë sene, a me këto tjerat, jo. Dëshirojnë dashurit e me, musliman të cilët janë të golashit me plot kuptimin e fjales, të lugës, vesh pe kërthizës dhe të gjojt, as gjonë do thot, as ma shumë e as më pak. Ky është defekti i madh që po na u instalohet në shoqërit e tona. E në shoqërit e tona nuk guxojmë me pasën instalime të këtilla. Mirë po në shoqërit e tona duhet kemi besimtar që janë vizionar, që janë praktikant dhe që janë të dobishëm për vete, për familje, për fe e për atë dhe. Të dashurit e me, sipas qëllimit, është edhe shpejtësia e lëvizjes. Sipas qëllimit, është edhe shpejtësia e lëvizjes. Në kërkim të riskut, o zoti qysh i ka precizu shprejat, aq bukur, o musliman kuptani, sa bukur. Në kërkim të riskut, zoti e ka përdor fjalën, ka thonë, ecni. Për namaz, ka përdor një shprehje tjetër, nuk ka thonë ecni, nxitoni. Për në xhennet, shpejtoni. Tri thonje shumë specifike. E para, ecni në risk. Namaz, nxitoni. Për xhennet, shpejtoni. Ndërsa kur e ka përdor këthimin të Zotit Dhul Gjelal, drejti ka thonë ekni drejt Zotit Dhul Gjelal. Ekni në kuptimin pozitiv, shkoni, jo do thot më u tërhek, me u larguan do thot nga Zotit Gjeleshanu u Gjelal. Fjallë në kulmin e kreativitetit dhe përshkrimit. Në kulmin e kreativitetit, sa mirë kishin me qenë mas pari hoxhallarët, pastaj dytët fetarët, me i praktiku këtë 3-4 thonje kaq madhore. O besimtar, nxito mëre, ec, shpejto, ik. Këto janë krejt motiv që na motivoj neve për të Zotit Dhul Gjelal. Ditën që do të ringjallemi të përkushtuarit për të mëshirusi, delegacione. Nuk ka thonë për në xhenet,
Por ka thonë, për të mëshiruesi, Zoti I mikpritjes. Se sa madhështore është që është mikpretës. O Zot, ne shqiptarët, na jemi populli më I mirë në rrezullin toksor që ekziston, o burra. Na kemi fjalët, shprehjet më të mira, veç shprehjet kuranore që ja kalojnë shprehjeve tona shqipe. Po nuk ka anekdo kur ti ndëgjoj. Thot, nuk ka zavendësim, janë nisë të më spjegu anglisht, më shele më artikojnë anglisht, gjoma fjallën adekuate shqip. Ja, po nuk ka shpreje, po ti e I man gjuhën shqipe, o burr, ti dush me shku me ulën në fakultetin e filologjisë, me I kapën librat fjallorin shqip, nuk ka mundësi mos me pas fjalë të përshtatshme në gjuhën shqipe. Mirë, po je duke tregu pak që e deve një gjuhë tjetër, e ka pak je duke na I ly kryt me akull, unë jam pak një shkollë ma emancip pumë se jo, se unë e di një gjuhë tjetër. Elhamdulillah që e din, edhe na dojmë më konën kureshtar për mi mësu gjuhët e huja, ama më e mirë është gjuha shqipe. Ama një kuf kalzani më që hoxha e livdën gjuhën shqipe, se do për na thojnë, këto flasin arabisht. A di kush thot? Që to që jasë në foshnjoret filologjikut nuk janë. Dy lidhje nuk I kanë. Besoni, ha? Besoni. Ha? Sa madhështore, na shqiptarët kemi mikpritësi. O Zoti I madh. Ti, në shtëpinë tonë, ti je Zoti I shtëpisë, kur ta futësh dikënd, e mirë pret. Ti je edhe mik I mirë, edhe bujari mirë, edhe mohabet quri mirë, po edhe gostit mirë ata, po edhe I krijan ambient të mirë atina, po edhe përcjell mirë. Ka, a I cilit ka hien? Në konak. A I dikush? Edhe armiku nëse të ka hi konak. Kjo është shqiptari. Edhe armiku. Kjo është shqiptari që është mikpretës. So madhështore që është ai grup, so të bukura që janë ato ndjenja, e neve gjithë lutmi, Allahu na bof neve, mu mas pari, e ju çdo njani, Allahu na bof neve nga këta njerëz bujare, mikprica, e që kanë shprehje të mira, të bukura, të këtilla. Të dashurit e mi, në vendin ton specifikisht, nuk ka arsim falas, por ka ignorancë me çmim shumë të shtrejt. Të na arsim falas nuk ka, ama ignorancë me çmim të shtrejt ka shumë. Fatkeqësi shumë e madhe është. Ej, musliman, mos e bleni ignorancën. Mos harxhoni parë në ignorancë. Mos shpenzoni në ignorancë. Shpenzoni në dituri, shpenzoni në shkencë, shpenzoni në libër, shpenzoni në teknologji që na avancoj neve, shpenzoni në ndërtim, shpenzoni në ekonomi, shpenzoni për ta ndërtu këtë vend, për t'ja ngrit vlerën, qytetërimin, shpenzoni për t'ja ngrit moralin, shpenzoni shumë, ama në ignorancë mos shpenzoni. A din cilat jemi të shpenzuna në ata që nuk kemi fije kontributin aty. Edhe na dhe zihemi për aty. E këni po, o që vënja me vënu orën në dorën e djatha të atë majtën. E djetari theke, o burë, vesh prodhu e vetë, ndeshëm në kam vënue. S'prish në derin punë, kur kon heq. Vesh prodhu e vetë. Na krejt që to shka I hargjojmë parët për ignorancë. I hargjojmë të ata që as I det nuk janë tona. O, musliman ngrit në nivelin në këtë drejtim. Dashurit e mi, ka shumë lutje që janë humbje dhe shkatrim. Zoti nga bujaria ti nuk na I pranon këto. Shumë ka lutje tona që put na u përgjigjet Zotin ta, janë që na shkatrojnë neve, na denigrojnë neve, na humbin prestigjin, moralin, identitetin, krenarien, na I hupin dynjan, po dhe na I hupin ahiretin. Nuk jemi në gjendje për ta kuptu për momentin, se syri jona, ambicjet e jona, dëshirat e tona, janë të zjarta për ta përvetësu këtë dynja.
mirë po si kur të na i realizon të Zoti, që ato ambicje, dëshira dhe lutje tona, ata kanë më na shërby për më na shkatëru neve. E një ditë, kur të pjekemi pak më shumë, do të shohemi dhe do të thojmë, o Zot, falënderimi të qoftë ty o Zot, që nuk na u ke përgjigjën këtë dua. Se po të na u përgjigje, ne pas kemi me qenë të humbur, madhështia të madhit Zot Dhul Xhelal. Për këtë, mos u dëshpëro nëse Zoti nuk është duke tu përgjigj në ndonjë lutje specifike që je duke e bërë. Shfrytëzoje dhe gjithmonë mendo se është në të mirën dhe në dobin tënde. Allah e mëshirov Xhamaluddin Rumi e thotë dhe e spjegon në formën më të mirë, do thotë këtë çështje. Dashurit e mi, ky popull është eduku pa keq. E unë e po du që me thy këtë. Nuk është eduku edhe aq mirë. Ky popull është eduku aq shumë keq me idenë e vjedhjes. Sa që vjedhjes, për shembull, nëse vjedh në provim, në shkollë, pi thojnë plagiat. Kur gjo? O hajni është aja. Nëse e ka vjedh dikush masterin, temën, doktoraturën, plagiat është. Kur gjo? O hajni është aja. Hajni është. He, sa hajnin e kena na me ditarë në dorë. He, Zoti i madh, runa për tyve. He, sa hajnin e kena na për universitete, na për shkolla. Hajna janë ata. Ata e kanë ble me pare, e kanë ble doktoraturën, e kanë ble me pare magistraturën, e kanë ble me pare fakultetin. Këta janë hajna. Hajna janë. Na për këtu jemi të vujtë. Dhe zatën të gjithë ata që janë me merit, nuk e kemi pjesë të shkollave. Ja jo sa ata s'mujnë me duru. Ata janë intelektual të vërtet, intelektuali vërtet, nuk mundet me po defektin. Edhe me heshtën. Jo, a i rren fukaro, vdes në shpe, a nuk mundet me i thonën dishka shka nuk është reale. Edhe këta jemi duke i panë. Ky popull aq shumë keq është edukuar këtë shprehjen e vjedhjes, sa që edhe kur dikush mëson zanat të dikush, i thujnë vjedhja zanatin. O doshën e mani marrë kështu? A dhe që to do të me vjedha? Vjedhja zanatin. Unë po du me shpresu edhe me kuptu këtë fjalë pak më ndryshe. Merja zanatin, apo kupton? Merja se ki nevoj ti, mu bo dhe maj mirë se aj. E ti me hap një punëtëri në veti, e ti me hap një biznes në veti, e ti me hap një fabrikë në veti, e ti mu bo menager në veti. Unë e du me kuptu kështo, ama hesh nuk muj me akceptuen kur thët vjedhja zanatin. Si kur që po dojnë me edukuen këtë rini, që edhe që aty do të me vjedhen. Mani më bura se sa është kështo, hiq ne do thot këtë mentalitet që është i zëmt, i damshëm për rinin tonë, për brezat e tonë. Ne kemi nevoj me marë çdo gjë që është në dobin tonë. Kërkoje diturin, kanë thonën për para, kanë thonë se kanë konsideru vendin më të lartë Kinës, shko merre diturin edhe në Kinë, merre nga çdo kush që nuk bjen ndesh me parimet e tona kombëtare dhe fetare, bjere që tu. Çdo sen që ka bjen ndesh me parimet e tona fetare, kombëtare, familjare, tona si shqiptar, amonit kof mos e derë, nuk kemi nevojnë do të për atë, na e kemi matë mirën tonën.
Na e kemi më të mirën tonën, s'kemi nevojë për asnjë, kemi nevojë veç për me i respektu tjerët. Ama më të mirën e kemi na, e ata do thotë duhet me promovu. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë, e këtë temë me mundën që edhe në xhuman e ardhshme inshallah me zgjeru pak, se po jemi të kufizum, do thotë në kohë. Bile një hoxhi madhe i shqiptarisë i Ballkanit ka thonë një fjalë shumë të madhe. Nxënësat e xhamijave tona, a i di kur vinë? To razili. Këto, ato në parlament kanë njerë veç në nshkrujnë për me marrë meditjen. A mani kov, këto nuk jemi për meditje. Këto jemi me marrë shpërblimin e të madhit Zot Dhul Xhelal, që ka thonë, ku shkoni parë në ditën e gjumas, e ka shpërblimin e një deves. Atëherë deve me pas, ashtu kur me pas një anije kozmike sot. Të fundit e kanë shpërblimin sa nivo. Ka njerë na veç vojaxhi, dojmë me metën. Nuk banë për e kështu. Allah na përdor për hajrë.